është përpjekur që ta kanalizoj si një revolt e njerëzve kundër një ndërtimi që po bëhet në Bregdet, apo si një lëvizje ambientaliste për mbrojtjen e disa shpendëve dhe kafshëve të rralla në det. Edhe ata janë përfaqësuar dhe mua vjen shumë mirë sepse janë pjesë, domethënë është një lëvizje qytetare dhe qytetaria është ndarë nga establishmenti. Kjo lëvizje këtë ka bërë. Është një lëvizje që deri në këto momente ka rrymat fuqishme që përpiqen ta përçajnë. Pra, vektorët të tërheqin nga kajet të ndryshme, prandaj nuk kemi progres të dukshëm, por gjithsesi ajo besoj do të piqet. Dal nga dal besoj do të piqet. Dhe unë mendoj që kjo lëvizje duhet dalë detyrimisht me kërkesa politike. Sot ka një lloj s'po quaj inflacion, po tepri kërkesash, tepri kauzash që lindin aty, që nuk janë të dëmshme, mendoj, nuk është se e them kuptim me keq. Janë edhe një pjesë e partive, jo të gjitha, po një pjesë e partive, atyre partive që kanë protestuar ndërkohë, siç është partia Shqipëria Bë, siç është Lëvizja Bashk, siç është Agron Sheaj. Pra, janë një pjesë e politikës që ka qenë dhe prap unë nuk jam kundra, vetëm çështjes konfliktit pastaj është e imi, është e jotja, parcelizimit. Jo vetëm parcelizimit. Deri në këtë moment nuk ka parcelizim, por në këtë moment ka një lloj fryme përjashtuese të disa grupimeve. Sepse ajo thirrja Rama-Burg, Berisha-Burg i ka trazuar shumë ujërat dhe për mua kjo është risia. Domethënë, Rama-Burg, Berisha-Burg është ideja që këta janë bashk dhe që të dy janë përgjegjës. Fjala burg i bën fajtor. Në këto kushte ka një lloj përjashtim, jo një lloj, por ka një përjashtim ndaj berishizmit. Jo ndaj anëtarëve të Partisë Demokratike në këtë lëvizje. Gjë që pastaj ngatrohet. Pra, ata që kanë ardhur si individ, apo kanë ardhur me detyrë. Gjithsesi, kjo është një lëvizje mendoj shumë e madhe se sa kaq, por është një lëvizje e cila do dhe vëmendjen do dhe angazhimin që të mos degeneroj. Pra në qoftë se lëvizja do të vazhdoj të shkoj tek shpendët apo tek zvërneci, ne do t'i japim kauz kryeministrit që ta zgjidh dhe t'i heqë kuptimin. Në qoftë se lëvizja do të mbaj drejtimin politik, pra që ne jemi të pakënaqur nga kjo klasë politike dhe ne kërkojmë diçka të re, atëherë lëvizja do të sjellë progres, do të sjellë të mira edhe për partitë, unë nuk mendoj që është një lëvizje që do shkri PD-n dhe PS-n. Është një lëvizje që në qoftë se do të ketë sukses, do ridimensionoj edhe këto parti, po dhe politikën në total. Kështu që mendoj që për kraj duhet të jetë pa rezerva për vazhdimin e protestës dhe që protestat mbyllet me sukses. Ju në mënyrë periodike keni kërkuar një lloj lufte kundër establishmentit. Është kjo ajo që kërkonit? Po, ky është një mjet, ky është një moment, ky është një episod shumë i vogël. Unë jam shumë i lumtur për ndërgjegjësimin e njerëzve që thonë këta janë bashkë. Jam për ndërgjegjësimin e njerëzve sepse unë them që ajo që pika ujit që tha zoti Lapaj ishte tërheqja zvarr nga njerëz me uniformë të një personi për dhe telat me gjëmba. Pra këto ishin dy meme, dy ikona, se në fund fare më lejo të them memet dhe ikona është e njëjta gjë. Ikonat i prodhoi kisha, pasi besimtarët nuk ishin të ditur dhe duheshe që brenda një kornize të përmbledhej shumë histori. Dhe memja kjo është simplifikimi një informacioni. Dhe kur ti shef në vendin tënd një gardh të lartë me tela me gjëmba, u shef njerëz me uniformë, u identifikua një pjesë e madhe shqiptarëve me këta. Tërheqja pastaj aty qytetarë. Po, dhe kjo ishte ata që janë në shesh. Akili të roqi Hektorin, kështu ishte. Jo, si ishte, Akili dhe Hektori ishin dy luftetarë. Kurse këtu ishte shteti, ishte Goliati, ishte Goliati që të roqi Davidin. Si imazh, po themu. Dhe Lando, ma lemu imazhin tim se nuk është Akili dhe ishin dy luftëtarë gjigant që kishin të dy arsyes dhe Akili i vran shokun e ngushtë. Akili i vran shokun e ngushtë dhe prandaj e mori e lidhi për këmbë atë të roqësuar. Ndërsa këtu është shteti në atë formë të shtetit. Se po mos ishte shteti, nuk ishte pse Edi Rama të nesër shkarkonte gjithë zinxhirin komandues të policisë, po mos ishte shteti. Pse duhet ta paguante drejtori i policisë Vlorës?
Sepse edhe gënjeu drejtori i Vlorës, praktikisht strukturat aty për shkak se thanë që ishte jashtë, pra kishte hyrë brenda, tani shkarkimi, ngjarja, menaxhimi tjetra. Njerëzit nuk ja hyn këtyre rrotësive, njerëzit pan vetë. Tani jemi në një moment tjetër, momenti që kanë dalë në shesh.